أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد في دنيانا وأخرانا لا نحصي ثناء أنت كما أثنيت على نفسك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في كتاب العزيز وسيدا وحصورا صدق الله العظيم Inderuar I xhamat, para gjithë shkajt, falënderimet tona Allahut I takojnë edhe askujt që tërkuj, përshëndetjet tona të ngrohta Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam edhe familjes tij, edhe gjithë njerëzve që deri ditën e gjykimit, deri ditën e kiametit do ta pasojnë, do ta ndjekin rrugën e tij. Lutja jon si gjithë xhumo është që Allahu prej neve edhe muslimanve anë mbon të ban kabul namazin e gjumos, të ban kabul gjitha ibadetet që muslimanët I afrojnë për Allahun Gjelle Gjelaluhu. Lutja jonë po ashtu ashtë sot në këtë ditë të madhe që gjdo pun, gjdo vepër, gjdo lëvizje matimt ummeti Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam të ban për Allahun Gjelle Gjelaluhu vë Gjelle Shanu. Kurse nëna temën tonë të parashtruar para xhamatit qish para dijave në lidhje me atë që Islami I ka thonë hidhrim, në lidhje me shkëndijën e cila siç tham vendbanimin, strehimin e ka në murin e mremshëm të zemrës. Edhe rënja e hidhrimit është zjarr, do të thotë rrjedh prej zjarrit. Nëse prej javës kaluar kemi harru diçka, me siguri se gjithë legjeratën në nuk e cekim, po e cekim një gjo. Me ditë ku jemi, e tani vazhdojmë në atë që kemi pregadit për të thënë sot. Nëse je I hidhruar, merr abdes. Inna ash-shaytana khuliqa min an-nar, wa innama yutfi'u an-nar al-ma. Shejtani është I krijuar prej zjarrit. Zjarin e fshin, e shim, e shuk uj. Tha nëse jeni të hidhruar mirë abdes. Nëse nuk na kalon ja Rasulallah, tha uluni. Nëse nuk na kalon, tha shtriuni. Gjitha këto elementet të shtruara në këtë hadis të ma, janë për mbrojtjen e njerit. Janë për mbrojtjen e krijesës më të bukur. Janë për mbrojtjen e ndërtesës më të mirë, që ndërtoj Allahu Gjelle Gjelaluhu me dorën e fuqies edhe madhries ati. Për mbrojtje, për me qeni mbrojtër, një element prej elementeve pa tjetër e ke për detir me zbatu. Aja është që ti mos t'hidhrosh, po t'keshe kujdesin, e nëse duhet, atëherë duhesh pas kujdes ku? Shafiun, radiallahu anhu e pytën, I than imamit, a ka vend ku muslimoni zban pa u hidhru? Tha ka. Cili vend ashaj? Tha nëse para konve të muslimonit harami halal bot. Nëse para konve të muslimonit harami halal bot. I than imamit, e nëse muslimoni këtu nuk jellnohet, çka është pra? Tha himar, tha është gomar. Imam Shafiu kështu përgjigj. Tha nëse këtu muslimoni nuk hidhrohet, ma hua, tha hua himar, tha është gomar. Nëse halali para kanë vetua haram bot, edhe ti nuk jellnohesh faktikisht këtu, nuk nin për ta, mos je njeri. Se mo musliman as edhe ma pak, musliman edhe ma hiç nuk je.
Rasulullah a.s. u hidhronte në disa raste. Ishte në disa raste i hidhruar. Thëshin sahabët, shenjat, të cilët u manifestoshin të aj, në momentet kura ishte i hidhruar ishin këto. Ju skuqshin syt. Tha ju skuqshin syt. Folte edhe piskatte derisa na u bindeshim se ki kur mos lalet të folë. Atë shumë piskatte nalt, edhe atë shumë vikatte, atë shumë nga në të zonin, ju skuqshin syt, bardhat e sinit ju skuqshin, thëshmina ki kur s'lalet mo. Cëllët ishin këto raste, kur aje shifte edhe ishte ndoshta prezent, apo u lajmëronte se një haram, prej harameve që bani Allahu Gjelle Gjelalu, halal po bëhat. Kjo definicion me siguri se e do një zgjerim minimal. Qka është ai haram, qka mundet me ndohë para kamve tona, e nam në që duhet jellnomi, e ndoshta si jellnomi na. Kur namuzi i njeriut, mirët në përkambët, kur ndari i gruës edhe i motrës edhe i bijes në përkambët, atëherë duhet hidhruar. Kur pasuria e muslimanve, pasuria e besimtarit, derdhët këtë, duhet më hidhru. Kur ndari i nonës edhe i babës në përkambët, duhet më hidhru. Duhet më hidhru atër se kohën e ka hidhrimi. Kur rena edhe shfregullimi edhe fesadi i rritën, kur rishfeti kalon në popull edhe pata skrijet pun, atëherë duhet me hidhru të gjithë. Për shkak se këtu harami halal po bëhet. Kur alkoholi edhe bigjozi edhe prostitucioni edhe droga edhe lloj haram lëqe kalojnë në rradhat e popullit edhe e shiqojnë një popull me buzëqashe, ai popull faktikisht po buzëqashe para vdekjes së ngadalshme edhe bëgji po do me mendu ndoshta se ashtu kalu për rrugisën e shëndosh, ai ka vu këmbën e vet në një dras më të kalbët ku se ka vu asnjë popull, po ai faktikisht i kanë hub ndjenjat e gatshmërisë për ta ndëgjuar dhe zbatu fjalën e vërtet. I kanë vdek qelizat e dëgjimit fjalës Allahut. I kanë vdek ati popullin ndjenjat. Ai mo faktikisht nuk e din kjo ku vrat më smrami. Ai mundet për një raj të pasulit peshak me u bë hor me vllaun e vet. Ai mundet për një petë të makarës me u bë hor me gruan e vet. Ai mundet për një gjilpon apo një llam të shtëpia me i ngrejt 100 ton za për pjetë. Ai mundet me i bë këto. Po nuk ka i shkreti guxim fare. Edhe atë fare nuk ka guxim. Me ngrejt zonin para harameve të përgjithshëm. Nuk ka fare guxim. Me ngrejt zonin para asaj edhe mo hidhru atje ku meriton. Ku hidhrimi ati ndoshta fare bën. A gje s'ka mundësi. Për shkak se ai mendon me të ati se unë po e qiloj kur s'po përzihem në atë shka po ndodh, kur s'ke gabu ma tepër i nderuar, kur s'ke gabu ma tepër qka ose në këtë rast shka meriton njoni prej neve, ose shka meriton gjithë popullin në këtë rast. Allahun Kurani Kerim shumë qartë e ka thek. Bismillahirrahmanirrahim. Lu'inu alladhina kafaru min bani Israil ala lisani Dawuda wa Isa ibn Maryam. Tha i kam malku Allahu jahudit. I kam malku Allahu jahudit. Në gjuhën e Dawud a.s. Për shkak se ai ishte i ati fisi. I kam malku, tha merituan malkimin. Tha qka kanë bë o Allah, qka kanë bë ato që i kanë meritu malkimin tënë. Tha kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Tha kur kush prej ative nuk kish guxim me ndalu qetrin për veprën negativ që e bante. Lu'inu alladhina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Tha banën gjuna e ishin të tepruar në gjuna, e një gjuna prej gjunave që në te ishin të tepruar kur kush nuk kish guxim me ngrejt zonin me thonë o popull gabim e keni. O bhahajiler, gjemte juv janë përzi në punë të ndita. O hoxalar, keni fut kokën atje ku se keni vendin. O gjemat, gjemte juv shkuan poshtë. O gjemat,
para 50 viteve, larg shumë, para 30 viteve, larg shumë, para 20 viteve, para 10 viteve, në vitin 1990, thëshin 200 persona ishin në Zagreb që po dishin të registruar, që po mirshin me një haram i cili e ka emnin drogë si pas fjallorit sotit. Tash po kështu pra, ishin 200 persona me një 2 milion qytet, ishin më herët pak 100 persona me një shtet 100 milion banor. O populli dashur, o ti që ke hum guximin me luftu haramin, o ti që ke hum guximin me fol fjallën e shëndosh, me një katon 500 shpi, lajmiria është 17 persona e han edhe e pin drogën si që pin t'i dohonin. Me një katon 500 shpi, me një katon me 3500 banor, o ti që e ke hum imunitetin, o ti që ndoshta me ndonë diçka hoxhës me i thonë se e ke gabim, o ti që i ke mundësi ndoshta ta hanë mendja me tregu se këto qertë nuk po bojnë, a di çka të bëjsh? Shko me rekazmën edhe nëzirri drasat e patosit tanë, maj spari qatë pun drejtoje, e tani qerat pun me siguriti i ke ma let me i drejtu nëse lip ndihmën e qerve, edhe ata vet jo, po nëse kërkon ndihmën e qerve. Inderuar i gjemot, Allahu gjelle gjelalu vë gjelle shanu, neve në mësoj se në haram s'ka jet. Tha Rasulullah a.s. me guën e vetë të pasër, fa ma gjale alejkum daën fi shejin harramahu alejkum, s'keni ilaq, as s'keni shërim në ate që Allahu haram javë ka bo, do të thot, as i jetë s'keni, se për qenë jetë e mirë, duhet me qeni shëndosh, pra tha s'keni shërim, do të thot s'keni jetë, a që si ta fut një dorën, a që ku Allahu gjelle gjelalu e ka ndalu. Ne jemi të vetë dishëm, se për këtë pun populli nuk po hidhrohet fare, a i hidhrohet për një dibushtajat pasuli që ka hinjoni ja ka morë nërë. A i hidhrohet për një dispesa që hini hajni i morë nërën e hujë dhe i qitin pazar me shqit. Kja pun negativ. Këta Allahu se donë, këta pejgamberi se donë, këta njerëzia se donë, islami edhe ma pak se donë, kur kush këta se donë, po ja njerëzit e bojnë. Mirë po në krahasim, në komparacionin e vërtet. Këto di komponenta janë shumë largë njëna prej qetrës, se njenit i ka vënë specat, i ka gjek buzë të veta, e njonit ka shti drogë, ta ka gjek shpirtin tëndë. Ta ka gjek shpirtin. Inderuar i gjëmot, nëse dikun, Allahu në kërkon mo i hidhru, nivel popullor, këto duhet me manifestu hidhrimin. Këto duhet me manifestu hidhrimin. Jo në ate ku njerëzit folin se a i mranoj muë, jam jelënu. A i më randoj muë me një fjallë. A u randova, a kaq armaturën e hole kia, armaturën a 3 mm tel bakrit e ki që ti s'po e manë as një fjallë në ta. Fjallë është me ranë se ploqa e betoni që e qenë shpiti. Pra asaj, a i që e fole ka vendos me folë, se aja është i ligë. Aja është i ligë. Për atë njoni pyti hoxën, tha, hoxë, ju po thoni me ja falë njerit kër gjellë notë. Me ja falë njerit, po dhe tha me ja falë. Sa herë me ja falë? Tha për në tretën herë, tha mos kemi fjallë, tha. Në tretën herë mos bisedoj miqë. Unë kam një fjallë private, e thonë muslimoni ta falë 33 herë. Private kam këta. Muslimoni ta falë 33 herë. Tha po unë falë a i ban keq, unë falë a i ban keq, a i te proj 3 herë. Po ishte përgjigja hoxhës, mirë, 3 herë a i boni keq, a i ku të moret mira. A i s'ka të mira, 300 herë ti me i bo mira, a i 300 herë t'kesh ban, se a i 300 herë këtë qia i ka, as një të mirë se ka. Ja pra, po ta spjegoj me një shembull thjesht pendel, për me kuptu më një herë. Nëse ti mashtrosh edhe thu me tëndën, me filozofien tëndën, kam një gjarpën në mesh të filan ara, ti qoj për dit pak tomën, edhe i qonë ti një qumsht për dit ati, a i për dit shka manë këtu në menë me të botije, për dit. Ti për dit i qonë ati tomën, a i asë njëherë nuk banë menë me të thonë, falimderit pra, qenë ke shpirt barti, a i ti për dit tomën, a i për dit planifikon qish me të kaqë. Pra nëse këta se ketë qartë, lave jam i dashur, ta është një tjetër pra. Nëse ti e merë një pjatë me tomën, edhe e lem të straji i murit koqakit pullave tua, dhe në të bajsh i dare. Ajo ven për dit tomën e ha, po nëse ti e këta në shpinën edhe ka një pull për dit e merë.
për shkak se zakoni i asaj është pula me hongër, ajo këtë ndërti e s'ta din fare. Ajo vetë mundet me pasuru, me qetësul qumë lukthin e vetë për apetit ma të gjallë. Vetëm ajo, për shkak se ajo me qumë shtin që ja ke afruti, nuk ka shëndru prej dhelpënës me lajke. Ajo prap ka me dhelpën. Pra të disa njerëz ti mos prit ato me të bo mirë, pse ti po ju ban mirë, se ato s'kan të mira, se prej njerëzve ka dhelpën, prej njerëzve ka uk, prej njerëzve ka më për aslan, për te ukit, e prej njerëzve shumica janë më shumë dhelpën për katabijati modern i shekujve të fundit, ato qeshën si aslani, po aslani kur qeshët atëhera është më i hidhrushëm. I nderuar i xhamot. Teme ajone hapur sot një javë dhe sot, edhe në vazhdim ndoshta në ardhmëri, inshallah Allahu xhelle xhelalu neve na ban të mundur që ne asnjë gjë që është për ta thonë mos ta lëm pa thonë, edhe na ban të mundur që atë që e themi ta kthejmë vepër së bashku, jo një nga një, po së bashku ta kthejmë në vepër. I nderuar i xhamat, fjala hidhrim buron nga zemra. Fjala hidhrim nxjerr mojën e kokës, nëse prej derseve kalume kemi harru se ku i ngjan mendja e hidhruar, po e ripërtrim edhe një herë. Mendja e ripërtruar po i ngjaj ke një kuglës dvuar mbi kuglën tjetër. Ndash mere atë kuglën që gjuhët, e ndash mere kuglën që luajnë fëmit. Që luajnë fëmit, gazozin e xhepit fëmive e mush me i nu dinja mja. Kështu tham javën e kalume. Mush me i vu dinja mja e të rinë ata. Unë mendoj se ekuilibri në këtë rast është i pamundshëm. Për shkak të peshës specifike të pa koncentruar, për shkak të mojës së pa vendosur, nuk rrin di gazozat fëmijëve njëri mbi tjetrin, di mende të hidhruara njëna mbi tjetrën nuk rrin. Fare nuk rrin. Se i cili don me qenë sipër. E çka duhet me u bë ative? Tham zbulimi i ri, ama në formë kritikës në tham, javën që i kaloj. Zbulimi i ri, njëri kishtë zbulu një gjatë, tha po, tha, kjo ka mundësi, mu lik fidu ki problemsi, tha, të dit ato milion tokve që avesh, rrinë më mirë. Tha, ki zbulim shekullor qenka, në kushu di se shka u zbulu, Rasulullah s.a.s. tha, a jeni të u idhruar, tha, ullnu, se që leva që avesh të u kullnu, para 1500 viteve. Tha, mirë një abdes, nëse s'ju kalon ulluni, s'ju kalon, shtriuni për toke. I thanë, ja Rasul Allah, që të gjonat të gjitha i kuptum, që këtë shtrimen për toke, me ushtri me bark, edhe ata me kusht me bark për toke, me ushtri me bark, jo në shpin, me bark për toke. Thanë, ja Rasul Allah, që këtë shtrimen për toke, a ka zbërthim që të tha, ka. Zatën, në islam s'ka gjoshka nuk ka zbërthim. Po natën musliman zbërthim e shpërthim, e problemi nuk është bërthi, ose nuk është bërthin problemet me ta. Tha fëmit, i nderuar i Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mësuesi i njerëzisë, tha fëmit, kur të kenë frikë prej vetimës apo prej murmurimës, a prej qenit apo prej diçka tjetër, ato ku shkojnë me hek frikën? Kush janë hek frikën ative? Neuropsiatri larg e ka ambulantën. Hoxha e ka shtëpinë larg. Ajo mundet me qenë një natë prej natave apo një ditë prej ditëve. Tha, kush javë hek ative tutën? Tha, ative të frigën në atë rast javë hek vetëm një gjo, ajo gjo e ka emnin preni i nonës. Kur të binë prend në nënës vetë, ato atëherë pajtohen me fatin që ju ka ndodhë. Se ati e gjojnë butësien më të madhe, ati e gjojnë strehimin më të gjonë dhe më të madhe. Nona, shka kana kjo non, fjala non, shka kana, unë s'me s'legoj se fjallën non, se se kam ati dersin, po një fjallë po e tham, qka është non? Ajo edhe të re, edhe oj non, edhe e hanë për jasaj dajakit, edhe vike ato kuku non. E që kjo është pra ajo shka ka emnin non në këtë botë, shka do me thonë kjo, edhe dajak me hongër për jasaj, edhe oj non me vikat, shka do me thonë, s'ka strahim qëtër, s'ka strahim qëtër. Kjo tani në këtë dunjo, në sistemin e jetës, kjo në fesh, ka dhe me thonë në shëriat, në landën e besimit si manifestohet kjo? Në landën e besimit kjo manifestohet, haqi tek prej nonës e vikato i non, kjo në landën e spjegimit, në landën e besimit islam, spjegohet në këtë mënirë.
O Zot, prej ti e pa ha, me ti e po ndrohem, te ti po lipin dim, te ti po shtetëm, s'kam qeter, ti je a i shkam gjikon, ti je a i shkam dihmon, ti je a i shkam shqit dush në lenë ma shpine, ti je a i shkam ofron, me ti e prej ti e mbrohem, me ti e prej ti e mbrohem. Po, jo unë për një kur gjohiq, me vllaun si unë hidhrohem. Inderuar i gjemot. Rasulullah a.s. në mësoj se fjala hidhrim prej ku fillon edhe ku krijet ajo, për çka vijet tërte ajo dhe si mundimi me unëzirë, të gjitha këtë i spjegojaj. Hidhrohemi për gjismën e dunjohës do njëherë hidhrohemi për kejt ata, e do njëherë hidhrohemi për hiq prej asaj. Për hiq. Çka do me thonë me qenë hidhruar për hiq? Ai që është gjeloz, ai që ka gjelozin shpirt, kalon për rreth arës njënit, edhe e shatë mbushën me bereqet atë, hidhrohet nga vetë vetiu pa as një fakt, e ai pse me pa asarën e mirë, pa fije fakti, as zotin e arës se ka taku, as farën që ka ranë ta se ka pa, hidhrohet nga vetë vetiu. Me fjalë popullore, e giligic dishka mrenda në zemër nga vetë vetiu e ati, e tani ajo përpunohet shumë thellë në mrendësi, kur aja është veç vetë, deri sa të kalojën smundjen, e cila smundje e ka im në haset, e ki që ka fitu për kësaj pra. Ki a i hidhru për hiq, ka thonë lillahi, dërrull hasedi, ma adelehu beda e bisahibihi fe katele. Shumë herë kam spjegu këtë varg të këti poetit islam, ka thonë hasedi, gjelozia, është gjë shumë e drejt. Pse? Ka thonë e mitë zotnien kërkan që tërkan. Vetëm ati që i ban hased, vetëm ati i ban dam. Te a i këthejt negativiteti, a i vrahat me te, kurse qetri knoqët që e karën e modhe. Pra gjelozia është e drejt, nuk shkon të qetri, po gjelozin vet, hased gjirë vet e loll, e shtrin për toke ata. Në vend se ki njeri, të kalon para të mirave që i posedojnë qerët nëse është musliman. Edhe thot, Allahumma zid lahu ya rabbel alamin, o Zot, ate që ja shtove shtoja dhe pak. Hasnit e para pra. Ditët e gjumë. Allahumma, tha Rasulullah a.s. Allahumma, ana basharun aghdabu, kama yaghdabu al-bashar. Tha o Zot, tha Rasulullah a.s. Unë jam njeri, hidhrohem si qerët dhe nëherë. Pa nga marion hidhnot, a.s. Pa i mrejti dur, tha, o Allah, tha unë hidhnohem si qerët. Tha se unë jam njeri, pa e vazhdoj këtë hadis, se deri që tu jemi të barabartë, gjëmatë jam ndëruar. Deri këtu jemi të barabartë, tha unë hidhnohem për shkak se jam njeri. E na shka më voj, po hidhnohem, pse jemi njerëz. A e vazhdoj hadisin, në përmet hadisit të vazhduar, në thirë edhe neve, tha, këtu hini, kjo në nësjetulla ime e mësusit njerëzijës. Tha, Allahumma inni basharun, aghdabu kema yaghdabu l-bashar, tha, unë jam njeri, jedhnohem si jedhnohem njerëzit edhe unë, tha, wala akulu fi hine dhalike illa ma jurdik, tha, as njëherë në atras nuk foli që tërsen, përveç se shka tin te i pajtuar je. I idhruar po fjalët që i foli edhe në atë ras janë të vërteta. Abdullah ibn Amr ibn al-As radiallahu ta'ala anhu tha, Abdullah ibn Amr është ai më i madh njeri prej sahabëve që shkruajti hadithin kohën e pejgamberit me dorë. Tha, ja Rasulullah, araka taghdab, tha, po të shoh ka njëherë po idhnosh, atë shkruaj, tha, në atë rast çka po flet? Nëzanë si Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Qështu gjemati jonë ka njëherë e thojnë hoxha, sot shka kish pasbe, dishka ish jedhnu sot. Gjemati jonë, shumë shpejt ja mërë menja se hoxha a jedhnu. Shumë shpejt ato e shofi se hoxha a jedhnu, se ato të shpia me thash, me fërterën jedhnuon me grata. Gjithë dhe ngrejnë zoni kujtojnë se dhe ajuk, edhe kjo këtu që asaj në gjallë. Jo, kjo si në gjallë asaj. Këtu folet fjale Allahut, e cila donë zo, i cili i ban barabar fjales Allahut me milimetra katror. Edhe këtu duhet jetë zoni ngritur. Se vahi
Fjala wahi e ka kuptimin fjala e nalt. Fjala wahi, fjala e nalt. Fjala wahi e ka kuptimin fjala që vjen prej nalt. Fjala wahi e ka kuptimin fjala që spjegohet prej nalt. Do më thonë se jemi unë në xhamatin me spjegu. Po e spjegojmë prej nalt, spjegojmë prej shkallë, spjegojmë prej këtu. Pra kjo fjalë do nza. Ama jo ish jellnu hoxha se jellnu heq. A i bile mu jellnu me bom bash mu jellnu. A i ndrishe bile duhet me bom. Pi për mas duhet me kalzu ders, pi ka shpina atje. Ose duhet me spjegu dersin të dal. Si në Sofin 43. Inderuar i xhamat. Tha ja Rasul Allah, po të shë të hidhruar, atë shkruj. Se njeri kur tjetë hidhrum shumë zora shmeshe nuk kur të fole. Tha atë shëne dhe kur je hidhruar, tha Rasulullah a.s. Uktub anni, tha shkruj që pa them, kur jam i hidhruar, wala akulu illa l'haq, tha se dhe atëherë, kur të gjatë që të sen nuk thëmë përveç se të vërtetën e Allahut. Tha shkruj edhe atëherë. Se une kur jam i idhruar do me thonë, nuk jam katunar kish dal pitak të filoni. Unë zdal prej binarit asni herë. Edhe kur jam i idhruar, edhe kur jam i pajtuar e foli të vërtetën e Allahut. Tha shkruj edhe atëherë. Omar ibn Abdul Aziz, khalitja i 5 i muslimanve. Për ka vlera dhe për ka nderi, për ka drejtësia, jo me zaman. I shkrujti më do këse spjegova për 30 herë. I shkrujti një kadiz vet një letër për javës kalume apo para kalumës. Tha mos gjiko kur je i hidhruar. Mos gjiko kur je i hidhruar. Një gjikacit në shtetin e vet me një qytet tjetër i shkrujti një letër. Khalifja tha çka me bo? Ate që në ta i hedhruar burgose e kur të kaloj e idhrimi gjiko la yaqdi l'qadi wa huwa ghadban, nuk guxon gjikatë si me gjiku kur është i hedhruar. Për shembull, a i dhru me gruën të shtëpia apo tim ka me më gjiku mu në gjigj. Jo, nas një rast terit kaloj ajo që ke problem të shtëpia ka gje këtu në gjigj islami s'ka leju me gjiku fare. Tërë të kaloj ajo. Problemet private jashtë a pragu gjigjit, të gjitha e pasta i qetë. Kanë thonë, qka do me thonë nuk gjikon gjikaci i idhruar. Kanë thonë, zgudzon me gjiku as kurash i ondë. La yaqdi l'qadi wa huwa ja'i. Nuk gudzon me gjiku gjikaci pa hongër. Duhet me hongër mirë, se tu gjiku barki ondë mundet me deviju rrugën e gjykimit. Duhet me qeni njit. Ka thonë, qëtër sen qka duhet me pas? Duhet me qeni lirë. Duhet me qeni lirë. Për shembull, prej nevojave që krijnë njeriu brenda ditës, duhet me qeni lirë. Nuk guxon me qeni ngushtuar prej ujit apo prej diçka tjetër, duhet me qenë total i lirë, e i lirë mbi lirë mu ul, pa fije problemit jashtëm me shiqu ligjin edhe me gjiku drejt, masi ti ketë kalu i dhënimi. S'ka me gjiku i hedhnushëm. Ka thonë po mirë, kur të më kaloj e dhënimi, tha eqdi alejhi bima yastahiq, tha gjiko veç aq sa e ka meritu, as ma tepër, as ma pak. Një herë Aisha transmeton se qenë ka i dhënu vetë. Kështu transmetohet se Aisha none ajo radiallahu ta'ala anha qenë ka i dhënu një herë. Ajo Aisha ka qenë grua e pejgamberit alayhi salam, mirë po a ditë që vdiq pejgamberi ajo i pa 18 vite. Ata e la 18 veçare, ishte shumë e re. Po gratë kur ta bojnë një jetë më i dhënu, ato bile fare nuk e shtin statistikën e tefterit vetë se për sa duhet më i dhënu dhe a për shumë a për pak. E ka vendos më i dhënu dhe u kri. U kri. A gjilpon është ajo, a kostim është ajo, a fjale vogël është ajo, a një mrol është ajo, s'prish pun fare, mundet me qenë një sandal, i keq edhe a i dhënu, u kri. Rasulullah s.a.s. hetoj se Aisha një dit ishte i dhënu. Edhe ju afrua sa i tha, ma beluki, qka ke? Kështu i tha, qka ke? Tha,
A shejtani jëtë karë nga ta? E wa qad ja'aki shejtanuki. Tha shejtani të ka afrua. Ndëgjo gruja. Oj ti nane umetit edhe une e kam një. Ama Allahu ndimoj. Feda'autu Allah alejhi. Fa aslam. Tha unë bona një lutje të Allahu për shejtanin tem. A i kaloj në islam. Që ta shkur gjos po banë që tërsen vetë po më tregon punë të mira. Shej ke bo shejtanit tem. Ta ka mera i shatu sëram pat një e lutje Allahun edhe a i kaloj në islam. Pra a i shë e kishte një. Unë sa i kam, shka ta merë me një? Kam dëshiren që Allahu të më ketlon me një. Kam dëshiren që Allahu mos mi keshlu mrapa ma shumë se një. Po unë qish po e shof. Prej të di pjezve, prej të di mileteve, Allahu në Kurani Kerim me ajetin e fundit e mbylli Kurani Kerimin për ka radhitja, jo për ka zbritja, tha min el gjinneti u nës, shejtani është dy. Shejtani pjesa e njerëzve edhe shejtani pjesa e gjineve. Shayatinul insi wal jinn, tha shejtanat janë dy, i njerëzve edhe i gjineve. Inshallah për e lusim Allahun që të na ketë lanë vetëm me një. E me një të kemi punë. Unë ta kisha dit që kam vetëm një. Be po baj para Allahu gjëlle gjelaluhu se kish qeni, definimi ati kish qeni përplasër prej toke. I përplasër për toke. Fare s'ka shans me qindru për para. Ama qka me bo? Njapi insanve, njapi e gjineve, apa njapi insanve, prap njapi e gjineve, prej cëllit me umbrojt. Shumë zore ke me cëllmu shumica. Apo do të tregoj se sa ke zor shumë njerëz me cëllmu, të të ishloj cëllte e gjamiës apo cëllte e fëshnjorës me kaniguri, mu ishme ju nejt rreth. Kejt fëshnjorën me kaniguri, vogli ato, ama kejt kaniguri. Aj të kshirim që po banë pra. Ti azgani, ti i forti, ti i qëndrushmi. Zore ke. Zore ke. Për atë jemi të urnuar gjëmatin dërshëm. Jemi të urnuar se cëllë shejtanin e vetë me shkel. Jemi të urnuar se cëllë shejtanin e vetë me shim. Mos me lanë me punuaj të maqina e avullit, të maqina e ati gjëmzvatit, ku buron një gjonë kokën tonë dhe e ka e një dhrim. Ule poshtë. Ule poshtë në çdo rast. Ule poshtë në çdo vend dhe në çdo mënyrë. Tham njeri i dhënohet këtë dynjo për hiç, i dhënohet për gjimës. Si shka për gjimës? Për gjimës, arën e ke dhonë për gjimës. Me siguri e ke dhonë arën për gjimës. A ke pre gull për gjimës? Po, ke pre gull për gjimës. Unë e di, ke pre gull për gjimës me kujshien. A u idhnut për zort? A u idhnut për mushkënien, për plansim? Ajo gula si ka di koka, njoni ti met me rak. Aje mor njoni, aje krije e moraj, e moraj krije. Qka ti bajsh ti vesh mu idhnu? E mor, krijesore, kjo u bidis, këtu vesh keranta, shkoj se gula ti kish pas dikrena, s'pat problem, pa ajo ka një vetëm. Mundët mu idhnu për kejt dunjon. Vlau ja mori shpina ti qetrit. I tha kjo jemi, a qiti pa shpi për jashta. Për kejt, u boj, prap hidhnim. Mundët mu idhnu për hiq fare, për gjo që nuk merë me veti pesh, nuk merë me veti as gjo. Idhnosh edhe shash edhe rafësh, me smrami nuk merë me veti kur gjo. Ku kështu, ku ka kësi, kjo kua? Në stadion. Stadion. Del me shigju futbal, ti ishim i menqur, del me shigju futbal, edhe ti idhnosh edhe rafësh me atë tjetrin, kur të bitiset e remja shkon të shpia, hajde kalzom tash, qka ke morë me vete? Baram kur t'jedhnosh, mirë është dishka, jedhnu me vlajnë të ka morë arën vend gjemati, më la e kupi, thot qka ke këtu, sa vla dhijeni di, sa tokeni, 10 hektar, gjismën njoni, s'ka diskutim fare, ka dal me osh ku ka dal, thare mës tani gjismën, kështu të thëmë të dera, mës tani as një harf, hec, du me diskutu për këta, di vlazën e dajnë pasunin ka 50, u kri. Për të stadioni kur qash me kujshien, edhe me katunarin e me misafirin, edhe shash vinë muet e dera do në të në gjotë. Edhe me shku me i këshirë që këtë problem, hajde ka zë, qka të famullin atë me zhlisin a gjithë, ishin re për topin. Njoni e tha, kështu një djetar, unë zdita me thona e tha Allah, tha me një stadion, 50.000 vetë, kejtë krijet e mushme, shanë edhe rrenë për një krijet shprast. Topi krijet shprast, me në s'ka kur gjohë e kështu.
Kejt këto tha dalin atje, shanë edhe rejnë, kejt krijet e mushta për një krijet shprast. Kështu e thaj, e vërtet, për një me, për një krijet shprast. I nderuar xhamot, o gjaliri, ik prej vjetës primitive, ik prej primitivizmit, se ndasëm me shku me revole është primitivizm, ik prej kësaj, është primitivizm, është tine revole në kuk, edhe shkove ndarësëm i grishun, e dikush je, s'ka mune mundësi, po me pas mundësi, kërë jo të sukur shka i ka numrat para dhe mrapa, ti kisha vu edhe une di numra, di tabela ti kisha vu, në të dija ti kisha shkrujt në gjikës, ti je primitiv, edhe në shpin ti je primitiv. E të ledzojshin kejt bota, se ti që shkon me revolën ndarësëm, je a i primitivi. Që shkakton jedhnim e gjakderje, ndoshta edhe varrime, shkakton jetima, shkakton njerëz veja edhe dvej edhe jetima, bo është faktor. Ne e dim faktikisht si pas islamit xhamatin ndarshëm qelisit, çka po flasim. Ne s'po sulmojmë fare se kemi me sulmu, kemi ven. S'po sulmojmë fare. Se kush vdiq ka pas me vdek në atë sekund, kush vdiq ka mund me një mili prej asaj prej ati momenti. A i që vdiq s'ka pas mundësi me tu mo, po e kemi obligim me lanë me vdek të pi qaj. Vrasjet Tahiri janë falë dhe duhet falën për gjithë mund. Janë falë duhet falën për gjithë mund. Duhet falën gjithë një ato, se këta në pas ti e ju e të shiro qëllësit edhe qëllë nivel mirë. Emni Allahu Gjelle Gjelalu për ju thojnë. Po i thojnë gjithë populli që janë jashtë të gjamiës edhe ative që janë gjami mrena. Vrasjet Tahiri duhet me u falë. Se ato është regull me i falë. Është burnie mëdhe me i falë. Është gjennet, familja masatit vrabit gjennetin kejt me ta barabar. Gjithë ajo familje se i cili kreative, disa antarë hedije prej Allahu Gjelle Gjelalu i kanë gjennet me i marë. Kjo është e vërtet, s'ku dënë ku kush me fundrishe për këta. S'ku dënë, se që ashtu ashtë. Po e qeta është e vërtet, se me pas mundësi ti kisha gjitë ti numra gjitë edhe në shpinë, se ti si të shkojsh me revolën darë të primitiv je. Edhe ti o popull shqiptar, hala po jeton primitiv, se ti i modernizimit nuk po dënë prej hoqës me mërë, se ke vendos që tërkun me e gjithë primitivit. A modernizmi me e gjithë që tërkun, jo në gjami, i nderuar i gjëmot. A i që banë revolë, a i që shkon me revolë në gzim, është primitiv. A i që folë fjallën e rosë. A i që me fjalli takron djenjat e qetrit, është primitiv. A i që fjallës ronë qetrit stik me i po sabër, është primitiv. A primitiv do me thonë njeri i kohës gurit. Njeriu që ka jetu në kohën e gurit. Shqiptarët po jetojnë në kohën e gurit, inshallah për këta ju jetë hatri që po ju thamë. Se kanë vendos njerëz të ju met hatri. Shka s'pyrë shkollë për huj i hatri po ju jetë. Po mendojnë se kur po lajmërojnë ato se na ka met hatri që të në skidhje. Jo, skidhja nuk qindet këto. Skidhja qindet kur talish primitivizmin një herë për gjithmonë mas shpine. Shkojsh ndarësën me një servis. Shkojsh ndarësën me një lullë. E tim ti se ndarësën me shka shkohet, ndarësën me lullë shkohet, jo me revolë. Skjari edhe këtimi s'kanë përbashkët kur gjo. Arma zjarë. Ato s'kanë përbashkët kur gjo. Unë thash me një, kur u keshën gjëmote me një gjumosh, se i prik thash i not. Edhe i dhrimi janë bajanot. Se gjithë rritu keshën. Hajde tash pra. Shka është kësimi dhe artë, të vetë. Ato atë një bedajës janë, atë kushuris janë, atë mik nuk janë, atë dashamirës janë, atë do të skarlëki, atë do të sesëllëki nuk janë në zveti. Qka do me thonë me darë në stadion, me ungus me qetrim se një naon po piton qetra polun, qka e ka kjo kuptimin, qetër sen për vetë se një popull primitiv. Mos po do dikush me ngrejt kishtin me thonë, jo, ka dale pak qëto, se vetia kombëtare ka shku lartë. Ato që i thanë vetia kombëtare ka shku lartë, ato ja prishën baklavat kombit. Ato që i thanë vetia kombëtare ka shku nalë, larë ka shku, ato i shfritu në rastin këti populli, do shta me amor një vot, apo një simpati me i realizu intereset e veta. Populli tonë vetia ndu i shkut e poshtë, o popull shqiptari nderuar, për shkak se fejen populli jonë e lanë mas shpine, Allahu Gjelle Gjelalu arru.
Allahun e harun. Pejgamberi alayhis salam e harun. E hasmun hoxhën. E dili ndrisën hoxhën ku i thonë ati, mere vesh ku e qunë punën me hoxhën. E qunë punën me hoxhën. Një salangjak të kaku. Një përkundës salangjakistik. Me thonë dhomë qka hoxha. Më nalë zonë. Këmë në thonë, si unë. Më nalë zonë. Jo, këtu njeri si unë. Pre ati, që ati jasni. Hoxhës kur s'je me afru një 40 jasni ka më thonë. Kur s'je hoxhës me ashtru si maravllavi jam i dashur, te pihin prej të dera shpijës vetë, te seri të dera kurcijës kur të vene, me ta po këtë tërës në gjami sot, i nderuar, a i që po donë me të mbrojt tije edhe familjon tonë dhe prej më të patëshirushmës. Andashta mësim të bëjti, jem zoti me ishtru të pi prej tirve aeroplanit që të rëkuj. Jem zoti me ishtru të pi edhe me pa televizor ku ishtrot të pi. Jem su atë mi pa, po s'jem su tonit me ishtru të pi para këmve, për shkak se halat e kështë ju ambëlsinën kur i joti në emnin e Allahut këshillën edhe të mbron atë që e ka emnin familje, edhe të mbron atë që e ka emnin kom, mbron atë që e ka emnin fe në mënirën më të bukur. Po jem su ti vlavi jam i dashur, me ardh njoni me të majtë mbledhje edhe me të thonë, me të limu për shpine me thonë, hajt juri një dhe rëndërgjashëm se ju mo, si ato flesh ju i një qerështi, dhe tia ka shku larkë, këti deltin stadion atje, edhe jashan nonën nipit. Kej, edhe kjo ndodhi, njoni nipit jashajti nonën kish harru se ajo nona ati janë bo traktiv. Këta e ti nipi ka ndodhri një dashur, ti vetëdijes larkë komptare. Shumë vetëdije. Mere vesh ku kimi shku. Edhe unë dal me pa futbalën. Edhe unë kam lujt futbal vetë. Edhe unë sot 46 vetë njafë njëherë me një vend të në rrëthim, me një shoq të ngusht e lujt ping-pong. Sot shti 46 vetari kam njëherë njafë, lujt ping-pong. Sot mastika të më pak, ma drejt, shumon mastika. Sot mastika, e lujt një ping-pong edhe aja lujt. Po e fillojnë të qesh, e mbarojnë të qesh. E mas shumë që unë e hupi prej shoqitem se a e lunë më mirë. Po maj smrabi, a e lunë më mirë se unë, daj më munaj, daj më mirë e lunë. Tu qesh e nismi, tu qesh e thonë. Më s'ka hindo është a gjarpin e për barë, këtë betë pishti për talesh ka të dole, a, po. Me kanë, kundër kuj. Ta shajsh një njeri që folë gjuhën tonë. Ta shajsh një njeri që folë që ka në në ati ashtë motra jotë. Ta shajsh një njeri që nërë të tush me ullë sofër me zandarë të zase. Ta shajsh një njeri që gjalli jotë me gjalli në ati ushtarë shkojnë bashkë. Kreveta njëri mbi qetrit. E mu e më thanë të më falni, pas jam i dhruar. Mu e më thanë, e pse ti që ato gjallarë ti e që të banë në horë, se ti s'ju thave shka të thanë ato. Më shumë se 1000 herë më thanë. E që ta shju më ju kalzoj pse s'ju thash pra shka më thanë ata. Nuk ju thash, se unë i kam punë të mija në vijat e gjata, atërin dimi vetë qka të vinë. Unë nuk javë thash qka ma thanë, se ndoshta gjalli jem me gjallin e ati e bojnë ushtrien krevetat një. S'po du me javë prish terenin ative. Unë nuk ju thash se ndoshta nipi jem bërë dhondre ati, ose nipi ati dhondre jem mas 40 viteve. Për atë nuk ju thash, ative që s'kan lind s'po du me javë prish terenin e jetës. Ative që s'kan lind hala. Unë nuk, mua së më intereson fare shka bojnë shkurt pamësit. Mua nuk më intereson fare shka bojnë ato shka kanë pak men. Mua nuk më intereson fare shka bojnë ato shka ju intereson sot, e s'ju intereson nesra. E mua më interesojnë 1000 nesra të nenat shka të vinë, ative që s'kan lind hala me avlon terenin e pastër. Me avlon terenin e pastër fare. Kështu duhet me bë men kur thoje dikush atë që sjeti fare. Kështu duhet me bë men muslimoni kur sulmoje dikush për një gjë që ti sje ati pari fare, duhesh me bë men. A e bën atë? On për dimi vet tani duhet me mendu. E keqja me keqja nuk me të keqja nuk kthehet. Un baj sabër në këtë mënyrë, mas 500 viteve, mas 600 viteve, ative shkat lindin që u shkoje jeta mirë. Un s'po du me lën histori se filoni i tha filoni çka i tha. Jo, asnjëherë. Po ato u të llovitën mende edhe menduan se mas i kis po fol pra me siguri na shka po thojmë që në ka vërtet. Mas i s'po thot kja asgjo, ne e pa mi qillu. E kjo ku i nxajnë këto njëri në këtë rast? Këto i nxajnë ati hoxhës që kisha spjeguën këtu para disa veteve në Ramazan në dersin e taravijave. I ka një 15 vite.
në taravia Ramazan. I këshin shlut fëmijët e katunit mrapa, me lujt me hoxh. Fëmijët e katunit me lujt me hoxh. Suni largoja i fara ato. Se ishin kallaballëk, tha o çuna, o e vlat. Hek moni qafës ta. Jena po kemi qef me lujt me ti. A shkonit. Në fundin e katunit e me amja shpitha ka darsën, kanë maru havën. Shumë u gëzun fëmijët edhe e lanë ullën, shku të havla. I heki, e tha u kërtalisë. U nalë hoxha i tollovitëm mene përzime. Tha mas i këto shkuna gje, ban vakimës ka për një me havë. Edhe a shkoj. Edhe a shkoj ta. O bind, o gjemati jam inderuar. Jo kur të shuje dikush, kur ta shajsh ti, mos u bind se e ke qëllu pëse a i s'po flet. Se a i s'po flet se e ka atu pa larg. A i ka vendos në vijat larg të ato hec. A i ka autostradat e gata. A i mendon për ti edhe për gjallin tanë. Allahu gjelle gjelaluhu o gjelle shanu. Ne edhe në bafë të mundur që tjetojmë me një zemër shumë të gjanë. Në zemrën e cila duhet pavarësisht e muslimonit t'i ngjall, zemrës në njeriut i cili e kishte emrin Muawiya ibn Abi Sufjan. I tha, t'ka sha filoni, khalife, tha t'ka sha filoni, tha inna qalbi hadha, kjo zemrë, nëse nuk i ban, nëse nuk i zen mrenda, t'kshijat e gjithë ummetit, vela sa zemrë. T'kshijat e gjithë ummetit, si mos t'i zoje mrenda, vela sa zemrë. Shka qtin ta, e vogël, ta dhani vogël. Allahu na bëft për të mund shumë që zemrat e tona zonë shumë të këshijat e qerve. Na bëft Allahu të mundur që lutja jonë pranot e zemrat e tona spaku t'i ngjajnë në zemrës muslimonit. Na bëft Allahu të mundur që na ta bajmë me vete, një enë me ujtë ftof dajma, se herë që dhënomi ta mormi një abdes, ose ti qesmi vetës pak në zemër. Ajo ena me ujtë ftof tasht na të thojmë Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kema sallejte ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka hamidun majid. Kjo është ena me bukur e cila na fladit në momentet e duara xhamatin ndershëm. Ne lutim Allahun xhalla xhelaluhu për kabull të namazit xumaz gjithë muslimanëve anë man botës. E lutim Allahun xhalla xhelaluhu që qëlimin të cilën të ta bëjmë Allahu ta ban kabull. Kërkesa e jonë sonë të është e hapur që gjemtë tonë na gjenat fa vendi ku luhet futbolli kur dalin ta shoqojnë atë lojën dur në xhepa edhe mos të bojnë tmerre, mos tregojnë primitivizëm se primitivizmi më ndoket se i ka ardhur koha me prenu. Allahu xhalla xhelaluhu wa xhalla shanu na bëft të mundur neve gjithë muslimanëve që prej kiblës atij mos dalë asnjëherë. Na bëft të mundur gjithë muslimanëve prej fjalës atij mos ndahemi asnjëherë. O Zot, bana në hijen e xhamatit pejgamberit të buar nesër ditën e Kiametit. Vorrin e xhamatit ummetit Muhammed Mustafa që ka vdekë deri tash për hir të kësaj ditë xumaje sot banë xhona te ato ja rabbel alamin. Ato gjuna që i kanë marrë me veti banjell pak. Lehtësoja ative gjitha vështërsitë që i kanë vorë me vet, fëmijët e tonë mbrojnë nga sherrri i drejtit. Fëmijët e tonë dhe dritë e tonë mbrojnë nga sherrri i fitnës qerve dhe jabanxhive ya rabbel alamin. Lillahi al-Fatiha.